Shënojnë radhë në kufi me Greqinë pas vënies në funksion të sistemit të ri të kontrollit nga pala greke. Autoritetet e Greqisë kanë vënë zbatim sistemin e ri të kontrollit për hyrjedaljet drejt vendeve të Bashkimit Evropian, i cili parashikon fotografimin e fytyrës dhe marrjen e shenjave të gishtrinjve për çdo udhëtar që kalon kufirin. Si pasojë e procedurave të reja, gjatë orëve të fundit janë krijuar radhë në pikën e kalimit kufitar të Kristapologjisë, ku qytetarët po udhëtojnë nga Shqipëria drejt Greqisë e detyrohen të presin mbi 2 orë për të kaluar kufirin. Burime nga ky kufi bëjnë me di se procesi verifikimit kërkon më shumë kohë për çdo udhëtar, çka ka sjellë ngadalësim të ndjeshëm të qarkullimit, veçanërisht në oraret me fluks të lartë. Autoritetet u bëjnë thirrje udhëtarëve të planifikojnë lëvizje me kujdes dhe tregojnë durim, ndërsa pritet që situata të normalizohet pas përshtatjes me procedurat e reja të kontrollit.